Me Artan Hoxhën, analistin e njohur, kam kënaqësinë të ndaj disa minuta në vazhdim, si gjithmonë me një lloj dakordësie për të mos rënë dakord. Mirëmbrëma, mirë se erdhe, gjithmonë kënaqësi. Mirëmbrëma. Ka patur një reagim nga Ambasada e Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe gjithashtu edhe nga delegacioni i Bashkimit Evropian, nga ambasadori i cili thotë veç të tirash pra për te i faktit se tha se duhet një reformë gjithëpërfshirëse, opozita duhet të çojë në organet përkatëse pretendimet e saj në lidhje me 11 majin. Sidoqoftë, fakti që opozita kishte shpresë se heshtja e ambasadës amerikane mund të ndikonte diçka tek mënyra se si Edi Rama i fitoi këtë zgjedhje. E ka delegitimuar këtë shpresë të opozitës ky reagim që erdhi sot nga selia diplomatike? Si e pat këtë moment, këtë reagim, formën, mënyrën diplomatike të thënit të urimit? Dhe qofse nga opozita kanë shpresuar që Shtetet e Bashkuara nuk do flasin asnjëherë, ka qenë shpresë e kotë. Nuk më merr mendje që në opozitë me përvojën që kanë do kishin këtë pritshmëri. Nga ana tjetër, në maxhorancë, duke parë reagimet mediatike majtas, u mbura re që në të majt po prisnin me dëshpërim të madh një thënie qoftë dhe kaq të thjesht, kaq të shkurtër, telegrafike, një cicërim thuhet dikur për Twitterin e famshëm. Okej, të pas kanë qenë kaq keq për ta pritur këtë. Në fakt nuk është se nuk krijoi pikpyetje kjo heshtje e gjatë e ambasadës të Shtetit Bashkuara të Amerikës. Sot jemi në datën 27, mos gaboj. Po, janë 7-18 ditë nga zgjedhja. Bie 16-17 ditë nga zgjedhja, se llogaritet. Po të shihni zgjedhjet e 2021-shit, departamenti dhe ambasada kanë folur me datë 27, me 25 u bën zgjedhje. Pra, të dielën u bën zgjedhjet, të martën folën ata, apo? Po kështu dhe në zgjedhjet e kaluara kanë folur shumë shpejt mbas zgjedhjeve. Sidoqoftë, as në 2021 nuk kanë folur nominalisht me emrin e atij që ka fituar zgjedhjet. Urimin pikërisht kjo është një arsye më shumë. Pra, tani vetë fakti i kësaj vonese ngjalli pikpyetje dhe shumë gazetarë shfrytzuan konferencat e shtypit të përditshme të Sali Berishës për t'ia drejtuar këtë pyetje dhe ai në një farë mënyrë tha ata e din vetë se nuk flasin, por një gjë e kanë. Një gjë e kanë dhe kjo ngjallte shpresë. Kanë lexuar raportin e OSBE Odirit. Nga ana tjetër, në maxhorancë e shmangnin me të gjitha mundësitë ti bëheshte një pyetje e tillë dhe të detyroshin të jepni një përgjigje të këtillë. Sot që foli ambasada, ne mund të bëjmë një analizë të tekstit. Dhe këtë analizë të tekstit mund ta krahasojmë sot për sot me atë që deklaron ambasadori i Bashkimit Evropian, por mund ta krahasojmë dhe me vetë tekstin ose deklaratën e bërë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe me që jemi te kjo, janë njohur qytetarët, po ta lexoj shkurtimisht. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë, tha sot Ambasada e Shtetit Bashkuara të Amerikës në një mesazh i cili u publikua si gjithmonë edhe në gjuhën shqipe edhe në gjuhën angleze. Thjeshtit na dëgjonin dhe e kemi edhe në ekran. Po. Këto pjesët që the nuk janë pjesë të deklaratës. E vure pikën ke fundi? Pra ishte vetëm një fjali e shkurtër. Kjo pra është, urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet dhe presim të vazhdojmë partneritetin tonë të ngushtë me Shqipërinë. Pra, me 16 ditë, më pas zgjedhjeve dhe në 2 ditë pas zgjedhjeve. 17 bëhen sot, nga 11 atëherë sot 17 për korrektesë. Dhe kjo pritje kaq e gjatë nuk është pa domethënie. Dhe cila është kjo domethënie? Domethënie do ta gjejmë nga krahasimi i tekstit. Çfarë kanë thënë 2021-shin? Urojmë popullin shqiptar për zgjedhje, urojmë kryeministrin Rama për fitoren, urojmë opozitën për garën e mirë që bëri, palë do bashkëpunojmë për të ecur përpara, ne do bashkëpunojmë me qeverinë etj. Një tekst me shumë element brenda, shumë i pasur brenda, shumë i pasur me kuptime. Më ndjek bes? Po të gjej edhe këtë krahasimin me Ju ndjek gjithmonë. Unë kam këtu dhe mund t'ju lexoj edhe unë tekstin fjalë për fjalë. Por teksti i 2021-shit ishte shumë i pasur me mesazhe. Dhe krahasimisht me teksti i 2025-s nuk i ka këto mesazhe. Pyetja është pse nuk i ka këto mesazhe. Tani mos kërkoni, t'ju jap unë përgjigjen sepse nuk i ka në 2025-ën të gjitha mesazhet e 2021-shit. Sepse nuk i ka do t'i kuptoj me kohë. Por fakti që nuk i ka të gjitha mesazhet e 2021-shit në 2025-ën është domethënës. Po më lejoni të bëj pak avokatin e diallit. Kemi dy element.
Jo, se ka ndryshuar. Avokatin e kujt po bëni këtë? Jo, në kuptimin e bisedës së bashku se avokatin e askujt, po thjesht ideja që në 2021-shin ishte një Cilit pozicion e kisha fjalën? Jo, në kuptimin që në 2021-shin ishte një administrat tjetër dhe mënyra se si një administrat e bën diplomacinë si ajo që iku mund të jetë ndryshme me mënyrën se si një administrat e bën diplomacinë me këtë që erdhi. Ky mund të jetë një shpjegim i mundshëm dhe jo shterrues i vonesës 15 ditore dhe i mungesës së emrave dhe i mangësisë së 4 pikave thelbësore të 2021-shit në 2025. Po. Se çfarë do jetë, ne mund të unë them që me këtë tekst kaq unë e kam quajtur tekstin i kam dhënë 3 cilësi të drejtë. Distancim real. Pra ka një distancim nga ngjarja në Shqipëri. Distancimi shihet në vonesën për të deklaruar, por edhe në thatësinë e frazës. Po ka dhe një neutralitet virtual. Pse e them virtual? Sepse në thelb nuk është neutral. Duke krahasuar varfërinë e tekstit 2025 me pasurinë e tekstit 2021, tregon që nuk është neutral. 2021-shin përgëzonte qeverinë, përgëzonte edhe opozitën. Dhe thonë bashkëpunoni bashkë. Ky tekst për shkakun se s'ka që i varfër, i qëllimshëm i varfër në mesazhe, në fakt është shumë i pasur dhe flet me mangësitë e vet. Duke e bërë krahasi. Dhe treta është një tekst që ignoron vizualisht rreth të parë qeverinë. Edi Rama e thot me emër në 2021-shin, e ignoron në 2025 si parasysh. Tre cilësitë e këtij tekstit janë pra distancimi real, neutraliteti virtual dhe ignorimi vizual. E qartë, po përtej asaj dhe përtej këtyre mesazheve me çfarë tha ambasadori i Bashkimit Evropian. Jo, se do të diskutojmë pak më vonë, vetëm dalim tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, meqense pritej një reagim i tillë. Për ky tekst, kaq sa është, përtej këtyre arsyeve sepse është i tillë që ju thoni se do i kuptojmë më vonë. A e certifikon me rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, se duket se shpresa e opozitës, unë kisha Belind Kolliçin të ftuar para 2-3 netësh dhe e vinte shumë theksim tek fakti që ka një heshtje nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe do ta kuptoni se pse kjo heshtje po ndodh. Fakti që ata reaguan, kaq sa reaguan, i certifikon zgjedhjet dhe rrjedhimisht hedh poshtë alibit e opozitës për qeveri teknike dhe zgjedhje parakoshme? Para punës të sqarojmë çdo thotë certifikimi i zgjedhjeve. Ka certifikim ligjor, e bëjnë institucionet shqiptare. Ka një lloj certifikimi politik ndërkombëtar ka qenë gjithmonë shumë i rëndësishëm. Ka një lloj monitoruesi ndërkombëtar që është OSBE ODIHR-i. Rezultatet e tij kanë vlera rekomanduese dhe vlera udhërrëfyese. Po nga ana tjetër kanë dhe vlera morale. Po kaq. Dhe mbi bazën e konkluzioneve që nxjerr ky institucion i specializuar, shtetet e ndryshme vendosin edhe për hatër të gjeopolitikës, edhe për hatër të interesave të momentit, që ta përdorin në mënyrë shterruese apo jo shterruese atë raport të OSBE ODIHR-it. Por nuk ka të bëjë me legitimitet. Se çfarë nuk do njifet do i heqin. Se Partia Demokratike tek faktori ndërkombëtar vinte theksin e legitimitetit. Gjitha provat po i mbledhin për t'ia çuar faktorin ndërkombëtar. Po flasim për aspekt moral. Po. Por aspekt moral që mund të shndrohet në kushtëzime të mëpastajme në marrëdhëniet ndërkombëtare të Shqipërisë. Por të thuash thonë që tani Amerika nuk do na legjitimojë zgjedhjet, çfarë nuk do njohë shteti shqiptar. Përpasoj se janë bërë zgjedhjet. Se këta marrin shembull 2001-shin, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës reaguan në atë kohë për mënyrën se si u bën zgjedhjet dhe ajo në një farë mënyrë i dha drejt opozitës. Në 2001-shin nuk ka ndodhur që nuk është njohur legitimiteti i zgjedhjeve. Në ditët e para të zgjedhjeve është njohur gjithçka. Mbas disa muajsh, veçanërisht kur u bë ai mikrodushku, që nga një zonë dushku i famshëm, po. Po i ngjan Greqia tash i mikrodushkut. Që prodhoi shumë vota, jo mandat. Po s'ka ndryshuar, nuk ka ndryshuar as vetë tek mandata. Nuk ka, ai tregon vesin e gjithë sistemit të zgjedhjeve, se po ty ish pastaj desha vetëm ajën e iceberg. Jo, dakor, se mandatet vetëm vlorën ndryshuan ata edhe Tirana diçka nga ligjërisht mund të kapen 10 raste, 15 raste.
Ne nuk na duhet të kapim të 1000 raste për të kuptuar se ka qenë zgjedhjet, na mjaftojnë edhe këto raste. E qartë. Pra një farë kampioni i mënyrës se si ka shkuar procesi. Po, kjo është përsëri efekti është moral. Nuk është ligjor, se nuk anullojnë zgjedhjet se u kapë 10 veta, unless ka efekt të drejt për drejt në rezultat. Edhe mund të gjehet lidhje shkak pasojë dhe gjehen se cilat janë votat e pavlefshme. Po su gjetëm këto, të rroftë që kapë edhe bandet e krimit por kur flasim për legitimitet moral, që mund të shndrohet pastaj në kushtëzim të marrëdhënieve të mëtejshme, që mund të shndrohet pastaj edhe në diktime kushtesh, nëse ti kërkon diçka. Por që Shqipëria do të vijojë të ekzistojë, që qeveria do vazhdojë të qeverisë, që parlamenti, gjykatat, policia do vazhdojë punën e vet, dhe Amerika do vazhdojë punën politikën e saj. Si ju duket? Ti dallojmë të gjëra, ajo që është e rëndësishme është atëherë kur diferenca është kaq e madhe sa rezultati do të ishte pa asnjë pikë pyetje, po të krahasojmë dinamikën e pranueshmërisë dhe urimeve të këtyre zgjedhjeve në 2021 me 2025 është si dita me natë. Si ju duket reagimi? Kaq mjafton për njerëzit me arsye për të kuptuar që në komunitetin ndërkombëtar pikpyetjet mbi këtë fitore të rilindjes janë të mëdha. Aq sa dhe mikesha më e madhe e kryeministrit ton, Meloni, që erdhi në Tiranë, kur mori fjalën në konferencën tek samiti i Komunitetit Politik Evropian. Si dha, urime tha Edi tha për këtë fitore të papritur. Ne, fitore të papritur që the. Po ta shifshe Ramës nuk i pëlqeu. Shpreha fitore. Si ju duket reagimi i ambasadorit i cili thotë se opozita, gjitha ambasadorit Bashkimit Evropian në Shqipëri, gjitha pretendimet që ka opozita duhet të dërgojnë në organe përkatëse. Ambasadori i Bashkimit Evropian në 2025 më kujton një ambasador me goxha pesh në Shqipëri në 96, në zgjedhjet e majit të 96-s. Ai ishte kështu shumë entuziast që Partia Demokratike i fitoi ato zgjedhjet e majit 1996. Po kështu po më gjan dhe ky ambasadori i Bashkimit Evropian, i cili e lexon atë raportin e parapraktë të SBE Odirit, edhe në mënyrë më militante se sa një patronazhist i rilindjes. Ndërkohë ka reaguar publikisht. Por nuk më çudit sepse ambasadorët në vendet e vogla, ambasadorët e perandorive të mëdha në vendet e vogla në këtë mënyrë sillen. Ndërkohë kanë reaguar publikisht duke deklaruar se në asnjë mënyrë delegacioni i Bashkimit Evropian nuk ka ndikuar tek raporti i SBE Odirit, siç mund të jenë akuzuar nga elementet caktuar të medias apo të politikës në Shqipëri. Ai mendon se unë besoj. Jo, po them çfarë kanë thënë ata, pastaj besonin nuk e besonin, mbetet në gjykimin tuaj. Po qëllimi i atij është ta thotë apo të më bëj mua të besoj. Qëllimi i atij është të më bëj mua të besoj. Po ju nuk e besoni në këtë rast. Po natyrisht sepse kur e dëgjoj sot që të thotë që zgjedhjet e OSBE Odiri tha që zgjedhjet u menaxhuan shumë mirë dhe bravo KQZ-ja, a thu se kjo ishte çështja. A u printuan fletët e votimit, a u quan me post jashtë, a u mblodhen kutit, a u numëruan votat, a doli rezultati. Se këtë bën KQZ-ja, çfarë do të thotë KQZ-ja? Tu flitet, po shkoj siç duhet, kjo është mjaftueshëm për ta dëmtuar procesin, thotë Hoxha. A u përdorën gjërësisht fuqia, pasuria dhe mjetet e shtetit në favor të partisë të pushtet? Siç e thotë SBE Odiri, ky ambasador nuk e lexon, e nëmblefson. U keq përdor, a ishte nën kontroll pjesa më e madhe e medias duke i shërbyer qeverisë, siç e thotë SBE Odiri? Ky ambasador nuk e thotë. E anashkalon. A pati shumë raportime për përfshirjen e bandave në përkrajjen e kandidatëve të qeverisë? SBE Odiri e përmend, kurse ky ambasador nuk e përmend. Pra, ky ambasador ka zgjedhur ta lexoj kështu raportin. Kështu ka zgjedhur ta lexoj edhe shumë nga ato patronazhistët e partisë pushtet. Dua të dalem pak tek zhvillimet që kanë të bëjnë me situatën tani më brenda ndryshon thënien e një nga atyre europarlamentarëve kur u shpall raporti paraprakjes së SBE Odirit që tha ju me këto standarde nuk pranoni në Europë. Ishte europarlamentari Geller.
Flasim pak për zhvillimet që kanë të bëjnë me Partinë Demokratike. Përballë kësaj situate dhe përballë këtij reagimi ndërkombëtar. Çfarë ndodh në PD, sepse gjithë ata që janë pyetur, se ndoshta ju thoni që ata e zgjidhin vetë punët e veta dhe në një farë mënyrë mund të shmangeni përgjigjes, po gjithë ata që kemi pyetur në lidhje me Nenin Basha në parti që parashikon largimin e Berishës dhe çdo kryetari që humb zgjedhjet pa të drejtë rikandidimi, thonin që ne do të bëjmë me dije të njohim faktorin ndërkombëtar me çfarë ka ndodhur dhe më pas do të jetë një fazë dytë e kësaj analize. Nëse me gjas nga reagimet e drejtanishme nga faktori ndërkombëtar mund po spritet në një surprizë mbi zgjedhjet paktën aktualisht. Tek faza e dytë, zbatohet Neni Basha në PD, si e shikoni analizën e brendshme të tyre? Unë me sa e shoh PD-n në gjithë ato njëjët edhe personale edhe institucionale që kam me Partinë Demokratike, unë shoh që atje janë të bindur që janë përballur me një regjim dhe do të vijnë të përballen me një regjim. Ky regjim duket që perceptohet nga plot shqiptar, jo më kote votuan 520.000 shqiptar këtë opozit, por perceptohet dhe nga ndërkombëtar, perceptohet dhe nga shtypi i huaj, jo më larg se kur ishte dia apo pardje, ishte një shkrim i Fred Abrams. Fred Abrams është një gazetar që ka bërë një libër për Shqipërinë, ka qenë shumë aktiv, ka qenë shumë kritik për shembull për mandatin e parë të Sali Berishës në 96. Dhe ai një i majt, thuajse goxha ekstrem i majt, që të shkruaj atë artikull kaq kritik, ku thotë që Edi Rama bën diplomacinë e buzëqeshjes dhe të përkuljes me perëndimin dhe qeverisë me dorë të hekur në Shqipëri. Pra, edhe ai e percepton regjimin. Kështu që opozita sfidën që ka është të bindë sa më shumë faktor shqiptar dhe të huaj që në Shqipëri kemi të bëjmë me një regjim dhe për të cilin opozita nuk e se po flet mbas këtyre zgjedhjeve, ka folur dhe më parë. Sa kohë i duhet opozitës? Biles që kreu i asaj partie, Sali Berisha, e ka thënë që zgjedhjet në Shqipëri do të rezultojnë të kota. Dakor, po sa kohë i duhen? Se po bëhen 16 vite me këtë mandat 4 që opozita ka të njëjtat pretendime, do të bindim faktorin ndërkombëtar, na duhet kohë. Sa kohë duhet të japim në total opozitës dhe Berishës që thotë jam në mision? Ka një afat përfundimi ky misioni i Berishës? Se mund të shkojë ndoshta 50 vite duke thënë që jemi në një regjim dhe ne nuk e fitojmë këtë zgjedhje, po ideja është se sa kohë duhet të japi populli opozitar kësaj partie politike për ta bërë një verifikim të këtyre fakteve që ju thoni. Populli opozitar ka në dorë vetë, kishte mundësi të votojë dhe parti tjera, ka mundësi të votojë dhe parti tjera. Partia Demokratike e ka të qartë pozicionin e vet. Ju më pyetët për Partinë Demokratike. Jo, dakor, po e kam fjalën sa kohë duhet PD-s në këtë pozicion është ide. Partia Demokratike e ka të qartë që ka të bëjë me një regjim, e kishte të qartë që kishte të bënte me një regjim, ja tha qartë të gjithëve që zgjedhjet do të jenë të kota po nuk bëjmë një qeveri teknike. Jo, e para zgjedhjeve Berisha tha do t'ia zëm vjedhjen në fyt qeverisë dhe Edi Ramës. Tani nëse ju si parti opozitare, po them ju për t'ju referuar bisedës së bashku. Si e kuptoni do t'ia në fyt? Nuk do t'i lëm të vjedhin. Po si e kuptoni? Ne kemi biseduar këtu bashkë, edhe ai ka thënë qartë, ne nuk jemi parti që të përdorim dhunën për me mbrojtë votën. Tani në 2021 ata e provuan me strukturën për mbrojtjen e votës dhe nuk shkoi shumë mirë situata në Elbasan. Se e kanë dëgjuar edhe nga të tjerë Partisë Demokratike që thonë ne nuk e provuam. Po Sali Berisha pikërisht këtë po thotë që ne nuk do përdorim dhunën me mbrojtë votën. Mirë, por ne do ta demaskojmë vjedhjen e votës. Dhe e kanë parathënë që ajo do ndodh. Por pyetja është kështu. Megjithse e dije që regjimi do të i rrëmbente zgjedhjet, pse hyrë në zgjedhje i thonë ca. Po si do ta provoje që ai do i vitte po mos hyja në zgjedhje? Po se nuk është hera e parë që ka tita pretendime. Do të ishin zgjedhjet e 2015-s, ndoshta po u bën 7 parë zgjedhje. Këta naivët që pyesin opozitën se sot po t'i veshë gjithë vëmendja mediatike e shërbimit ndaj regjimit, është vetëm çfarë po opozita çfarë do. Dhe si nuk ngrej një herë këto njerëz, pra si do jetojmë në këtë regjim? E para punës, aja që ne duhet bëjmë, është t'i vejmë emrin që meriton. Pastaj, shqiptarët kanë votu, qoftë edhe nga frika e banditit, qoftë edhe nga lezeti i lekut, qoftë edhe nga interesi për me fut në një punë, a mos me heqëri nga puna, e ka dhënë votë. Një tjetër mund të hapi se bëhet doganier, një tjetër mund të hapi. Po. Çfarë si ka? Shqiptarët kanë votuar.
e kanë pranuar këtë regjim me hir apo me pa hir. Tani, ajo që kërkoj unë është mos na e shisni për demokraci. Siç ne thonin atëherë që diktatura e proletariatit është demokracia e vërtetë. Tani mos na shitni dëngla që ky është demokraci. Është regjim, ti vëmë emrin regjim, e doni regjim jo demokratik, e doni një regjim me dorë të hekur të një kryeministri, mbajeni me shtet, po mos na mushni mendje se është demokraci. E qartë, një pyetje të fundit zoti Hoxha. Ka gjë, kemi të drejtë që ta kërkojmë edhe palës që ka fituar, apo? E qartë, nuk më dhat. Pastaj, për shkakun se është regjim, zgjedhjet nuk kanë kuptim. Dhe këtë tha Partia Demokratike që zgjedhjet nuk kanë kuptim, po që se regjimi nuk rrëzohet paraprakisht dhe të zëvendësohet me një qeveri teknike. E qartë. Ajo s'ndodhi, zgjedhjet janë tamam fars, mirë thotë që janë fars. Por po mos merrte pjesë, si do vërtetohesh? Po se nuk janë zgjedhjet e para pra që thotë diçka të tillë. Po pra, po mirë shumë në 2029 ne do marrim pjesë në zgjedhje për ta provuar që do na vinë sërish. Gjithmonë do merret pjesë në zgjedhje. Pra aq sa është mundësia, do merret pjesë në zgjedhje. Por që synimi është që regjimi duhet të rrëzuar moralisht, dhe për këtë duhet biseduar me njerëzit. Dhe e dyta, regjimi duhet të rrëzuar konjunkturalisht. Pa duhet të bindesh edhe ndërkombëtarët që t'ja vejnë dy këmbët në ikpuc. Dhe jo t'i bëjnë fanfara se Shqipëria ka bërë progrese të paqëna, edhe po ecën 2 minuta në fund për fjalimin e Ramës. Se ndoqët me socialistët dje tek Pallati i Brigadave? Po, ja tha qartë, jeni të gjithë jeni të dobishëm për mua, por tashti jeni më të pa nevojshëm se kur, më të pa domosdoshëm se kur. Më të pa domosdoshëm, por kishte temi dur, po. I tha që do ta mbrëm tha drejtësinë dhe spakun, tha qoftë edhe mbi lëkurën tënde. Pra tënde, jo të vetën. Është fare qartë, më i qartë, po kishte ku poshtë. Dhe po ta shohësh përveç atij që natyrisht i gëzohet fitores së vet dhe ka tash e sheh veten edhe si një diktator i ndritur. Ndoshta një pjesë të atyre gjërave që thotë do t'i bëj, beson në të vërtetë që do t'i arrijë. Por ky është një regjim që s'mund të prodhoj gjëra pozitive sepse buron nga shumë të këqija. I ka rrënjët në maleficencë, i ka në krim, në drogë. Po, ky ndryshimi që tha dhe i partisë dhe i qeverisë është një mesazh për vetët, është diçka që e detyrimisht duhet ta bëj sepse është mandati i 4 dhe në një farë mënyrë duhet të shpik vetveten nga fillimi për qeverisur. Si e shikoni këtë paralajmërim apo regjimeve që ndrojnë gjatë në pushtet, pa rotacione me opozita reale, i duhet të shpikin rotacionin e brendshëm. Komunizmi kishte për shembull qarkullimin e kuatrave. Edhe ky tash i bën qarkullimin e kuatrave. Edhe në këto zgjedhje çfarë bëri? I mori ata që i kishte lart dhe i çoi poshtë. Mori ca kështu që ishin vërdall dhe i çoi lart. Pastaj do vinë zgjedhje të tjera, do bëj prapë i duhet qarkullimi i kuadrave, i duhet një qarkullim ti mbaj në ankth. Dhe her pas here do i duhet që ti çoj turmave të cilët vdesin për giljotinën dhe për litarin. Do t'i hedhë ca edhe për ndëshkim ke spaku, dhe thot spakut merrni këto se këto nuk duhet, por ndërkohë ma mbaj dhe opozitën në presion. E qartë. Ky është regjimi, ky është sistemi. Por një popull është i lirë ta zgjedhë regjimin. Mirë. Mund ta zgjedhë edhe një ca e zgjedhin për interes dhe ca e zgjedhin nga frika. Po për ta, ata që kanë interes i kuptoj, ata që kanë frikë gjithashtu i kuptoj. Por të paktën talent i vëmë emrin që meriton. E qartë. Kaq më duhet mua, pastaj pjesën tjetër bën çfarë do. Faleminderit që ishe me ne.